Kam disa preferenca, sepse këto preferenca unë i kam pas dhe brënda, shumë fermerë që kanë dalë tashmë dhe më kam parë jashtë, kanë thënë, po ti që nge njësoj. Po, nuk e pas do një strategji, ke qenë vetvetja. Po, thashë, po, unë jam ajo, një të person jam. Tani, ka persona që të shkon muhabeti, edhe ke qef të bësh një biset, hash një dark, ose basa të kesh dhe një projekt përbashkët me ta. Çfarë i përket pjesës miqësis, me pa dyshim një vlerë të jashtëzakonshme ka moza, do ishte një aset i shtuar, i pasur i shtuar në jetën time, sepse është zonjë grua. Unë kam krijuar dhe një shoqëri shumë mirë me Sonin, gjithashtu, një njeri shumë i mirë, që jemi ndarë dhe me slotësh bashkë. Për ju të Amalishen, keni ndo një kontakt apo mendim? Jo, është një zonë që unë e kam njohur në ferm. Kemi pasur ato up and downs tonat, aty që është, le të themi, është pjesë e formatit dhe njëherë. Por nuk kemi pasur kontakt jashtë ferme, por dhe mund të vi, sepse kemi shumë miqë të përbashkët, dhe nuk është diçka që unë e përjashtoj. Me Akilin kam një miqësi shumë të lezetshme, po si në ferm, kishim ato gjigjivigjit tonat, po jashtë fermës nuk është më e nevojshme. Tani po i çoj gjithë kështu në mendje një nga një. Olën e kam pas dobësi. E kam pas dobësi të madhe. Kam pas qef shumë, pëlqen e batuta asaj, po.